Keni bërë thot një video ku keni trajtuar gruan kokfort. Po burri kokfort si duhet trajtuar? Merë atë ligjëratën dhe ktheje mbrapsh. Atë ligjëratën e gruas kokfort, si të sillim me gruan kokfort, ktheje mbrapsh. Do thot si të sillim me burrin kokfort. E njëjta gjë është, i njëjti ilaç. Po nëse përmendim disa pika që inshallah taala shërbejnë shumë që me zbut zemrën, se pavarësisht se themi kokë fort, po faktikisht problemi është ke zemra. E para gjë ne duhet kërkojmë tek sebepet, tek shkaqet. Çfarë bën një mashkull të bëhet kokë fort ose të jetë këmbgulës në diçka? Unë mendoj se në shumë raste bëhet vetë femra bashkëshortja sebeb në këtë gjë. Duke mos ndjek porositë e tij, duke mos ndjek urdhëresat e tij, duke mos ndjek preferencat e tij që i ka shprehur, se si duhet jenë gjërat, se si duhet funksionojnë gjërat, e si pasojë vjen një moment që pastaj ai bëhet me të vërtet kokë fort dhe për çdo gjë vendos veton. Pra duhet kërkojmë shkaqet, çfarë e bëri burrin të jetë i tillë. Gjithashtu, në raste të tilla është mirë që të paraqiten ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salatu wasallam, të cilat tregojnë se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam trajtonte nënat e besimtarëve dhe se si duhet të jetë një mashkull besimtar në të vërtetë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si ishte në shtëpinë e tij. Çfarë bonte në shtëpinë e tij? Si trajtonte nënat e besimtarëve? Çfarë thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për burrin më të mirë, ai që është më i mirë me bashkëshortën e tij? Çfarë thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gruan? Është amaneti i Zotit në dorën e burrit, amaneti i Zotit, amaneti i babës. Pra burri i mirë është ai i cili vlerëson mundin dhe sakrificën e bashkëshortës tij. Dhe mundi dhe sakrifica e gruas është dy llojesh. Mundi i parë dhe mundi i vazhdueshëm. Mundi i parë dhe sakrifica e parë është momenti që gruaja për hir të këtij burri ka lënë gjithçka. Familjen, shtëpinë, vendin dhe gjithçka dhe ka ardhur te ky burr. Kështu që ka lënë babën, ka lënë vllajën, ka lënë motrën, ka lënë nënën. Ky burri i ri, ky njeriu i ri që ka hyrë në jetën e saj, duhet të luajë rolin e të gjithë këtyre që kjo ka lënë. Ky është vlerësimi i sakrificës së parë. Ndërsa vlerësimi i sakrificës së vazhdueshme, që do të thotë gruaja në shtëpi, ka ngarkesat e veta. Burri i mirë është ai i cili vlerëson këto ngarkesa që ka femra gjatë gjithë ditës në shtëpi. Pastrimi, gatimi, menaxhimi i shtëpisë, i kalamajve, i fëmijëve, rrëmujat e gjëra, gjitha këto burri i mirë i vlerëson. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lem yashkurin nas, la yashkurillah." Ai që s'di të falenderoj njerëzit, as Zotin s'di të falenderoj. Kur në mesin ton ka pas një burr të mirë që në një moment caktuar ka thonë gruas, Allahu ta shpërblet faleminderit për punën që ti bën, për lodhjen, për djersën. Burrat sot janë kthyer sikur me qenë, si më thon pronarët e grave, ajo sikur i ka detyrë të bëjë të gjitha, edhe në fund fare si thuhet as faleminderit, as Allahu ta shpërblet. A është kjo për Islamit, a është kjo për fesë Zotit? Vallahi billahi ja, pasha Zotit. Për këtë arsye unë gjithmonë them në surën Tahrim, Allahu përmend rastin e pejgamberëve të Zotit që gratë e tyre nuk i kanë pas besimtare. Pra pejgamberët sprovuar në ekstrem. Pejgamberët mos ta kesh gruan besimtare. Ne nuk e kemi këtë problem që kanë pas këta pejgamberë, i kemi gratë besimtare. Pse mos jemi të sjellshëm me ta? Pse mos i trajtojmë mirë? Lut Zotin e Madh që na falë dhe na mëshirojë të gjitha pa përjashtim.